Një paralajmërim i fortë vjen nga Kanadaja dhe aleatët kryesorë evropian për situatën e tensionuar në Liban. Ata theksuan se një ofensivë toksore izraelite mund të ketë pasoja katastrofike humanitare dhe të shndërrohet në një konflikt të gjatë. Luftimet nisën më 2 mars, kur grupi i armatosur Hezbollah, i mbështetur nga Irani, sulmoi Izraelin pas vrasjes së liderit suprem iranian Ali Khamenei. Përgjigja izraelite ka shkaktuar mbi 880 viktima në Liban dhe ka detyruar më shumë se 1 milion njerëz të braktisin shtëpitë e tyre, ndërsa mbi 130.000 jetojnë në strehime kolektive. Deklarata e përbashkët e Kanadas, Francës, Britanisë, Gjermanisë dhe Italisë thekson rëndësinë e ndalimit të një ofensive toksore, duke e lidhur me situatën e rëndë humanitare dhe masat e shpërnguljes. Aleatët shprehin mbështetje për qeverinë libaneze në përpjekjet për çarmatimin e Hezbollah dhe bëjnë thirrje për negociata politike mes palëve për një zgjidhje të qëndrueshme. Shtetet nënvizojnë gjithashtu nevojën për dieskalim të menjëhershëm dhe për përfshirjen e përfaqësuesve izraelit dhe libanez në dialog, duke u përpjekur të parandalojnë një krizë më të madhe në rajon.